Pse nuk janë aq të besueshme eksperimentet që ti bën lidhur me gravitetin e tokës? Sepse kur unë du të shpjegoj gravitetin e tokës, unë marr tokën si një glob dhe vazhdoj me eksperimentin. Por ndërkohë që unë marr tokën, zvëgloj dhe marr si glob të vogël, nuk ka më tokë, s'du të ketë më tokë, s'du të ekzistojë më toka, as graviteti i tokës reale. Se nëse do ishte të toka poshtë dhe ky globi na bëheshin 2 toka dhe prishet eksperimentin. Ndërkohë që unë marr tokën dhe bëj si glob të vogël, nuk ekziston më toka poshtë. Dhe ajo teoria e ujit, po të hedh ujë kësaj, nuk do të tërheq globi ujin që hedhun, po të tërheq toka poshtë. Ndërkohë toka poshtë nuk ekziston më. Kështu që në momentin që marr globin këtu, unë duhet ta stimuloj gravitetin o me copën e shtembruar, që tregon shtembrimin në hapësirë kohës, ose me një spango që tërheq, domethënë do bëj një gravitet në eksperiment, duke mos marrë parasysh gravitetin real tokës, në pamundësi të heqjes reale të tokës. Domethënë, gjithmonë është puna këtu që mos na bëhen 2 toka. Kemi vetëm një dhe të bëjmë eksperimentin me 1 tokë, me këtë globin.